Faleminderit. Kjo nuk është një seancë pyetje përgjigje me kryetarin e Kuvendit, gjithsesi thjesht për t'ju sqaruar një gjë që ju vetë e dini. Nëse fjala juaj nuk ishte për konsum të opinionit publik, por realisht shprehte një shqetësimin tuaj, lexoni rregulloren. Përpara se të bëni fjalime patetike, zbatoni hapësirat që ju jep rregullorja. Ju nuk keni ndes, të lutem. Asnjëherë nuk e ke kontestuar interpretimin që kryetari i Kuvendit i bën rregullores, që në fakt nuk ka shumë nevojë për zgjuarsi, sepse është e qartë. Ne kemi një afat në rregullore, veprimtaria e Këshillit Mandateve, Rregullores dhe Imuniteteve në asnjë moment nuk ka shkelur asnjë nen të rregullores, asnjë afat, jemi brenda afatit. Aktualisht, siç e dini, po dhe për informacion të deputetët që gjithashtu janë njohur, për pak ditën e hënë ne do të zhvillojmë mbledhjen e Këshillit Mandateve, pasi është respektuar e drejta e gjitha palëve. Këshilli i Mandateve, Rregullores dhe Imuniteteve nuk është një organ vendimarrës, është një organ këshillimor. Jep këshilla, del me një raport ku pasqyrohen opinionet e të gjithë palëve dhe kryetari i Kuvendit, kryetari i Këshillit Mandateve, është i detyruar të respektojë opinionet e të gjitha palëve. Ndaj mos u shqetësoni për rregulloren, nëse doni ta çoni në jo normalitet, misioni im është ta mbaj në normalitet punën e këtij Kuvendi dhe padyshim do kthehemi te rendi ditës, te kalendari, programi, do votojmë, do fillojmë diskutimin e ligjeve si një kuvend normal i një shteti normal. Shumë faleminderit. Zoti Balla ka fjalën.